zonja Irena Gjoka nuk është dënuar. Për këtë arsye, sot në sistemin e regjistrimit të dëshmive penalitetit në Greqi, Irena Gjoka është e pastër. Dhe është e pastër falë këtyre dokumentave që janë greke. Tani, duke qenë që kjo është gjysmë e vërtetë tani, është nxjerr vetëm faqe e parë. Nuk është nxjerr faqe 3 dhe 4, pse pas gjësohet dokumenti. Tani më lejon të kthejmë aty që të interpretoj këtë më mbani këtë, sepse kjo është që ta komentojmë. Tani pse po ndodhi gjitha kjo? Çfarë ka ndodhur? Jo pa qëllim thash janë dy kërkesa të prokurisë. Është kërkesa e parë dhe në finalet kërkesës së parë është dhënë dëshmi penalitetit që kjo zonjë ishte pa dënuar. Ndërkohë vete dokumenti i dytë, sepse në Shqipëri rrjedh një informacion i cili, ta them që në momentin e parë, është botim i gazetës Tanea. Dhe gazeta Tanea shkruan që Irena Gjoka, pra në 2024, kur kishte 20 vjetë që ishte bërë gjyqi. Kishte kaluar. Tanea, mbasi Irena Gjoka mori në gjykim Belerin, shkruan Irena Gjoka është arrestuar në kufi dhe janë marrë gishtat, shenjat e gishtave. Këtë material e marrin funksionarët e Partisë Demokratike, e fotokopjojnë dhe me njerë bëjnë kauz politike dhe e shpjenë prokuri. Në përgjigje tani zyrtare të këtij informacioni, të kësaj kërkese, del që Irena Gjoka nuk figuron e regjistruar në sistemin penal. Pra nuk ekziston, s'ka gjurë në asnjë vend. Atëherë kthehemi mbrapsh. Dhe kemi mbrapsh dhe bëjmë dy procedurat të cilat duhet të fshehin dy gjëra. Duhet të fshehin dy gjëra. Së pari, pse nuk është regjistruar një vendim gjykate? Pse nuk është regjistruar një vendim gjykate në sistemin e regjistrit të veprave penale në Greqi? Prodhohet kjo shkresë, e cila praktikisht është e drejtë në kuptimin ligjor, por në mënyrën se si është përdorur dhe pse është përdorur, është një shkresë e cila duke përdorur hapësirën ligjore justifikon arsyen pse nuk është regjistruar. Në fakt, e vërtetë e kësaj shkrese, në zbatim të ligjit është që Irena Gjoka nuk figuron e dënuar. Por kjo shkresë është prodhuar më vonë, për të justifikuar pse nuk është, sepse kur kthehemi mbrapsht tani, ndodh ai që është çudia më e madhe. Edhe gjyqi në gjykimin tim nuk është bërë. Pse nuk është bërë gjyqi? Dhe këtu kemi një Tërdele gjitha e montuara. E prit tani pse e them një gjë të tillë? Çuditërisht. Irena Gjoka nuk njoftohet asnjëherë. Prokurori nuk e njofton, policia nuk e njofton, gjykata nuk e njofton. Shkelje që janë proces gjyqësor. Do të ndalshim në njoftimin së pari. Absolutisht. Së dyti, në gjithë jurisprudencën botërore demokratike, në qoftë se personi mungon, caktohet avokat kryesisht. Nuk ka avokat kryesisht. Gjatë cili nuk ka padur. U mor një vendim dhe ajo që është më e tmerrshme pastaj, ke një vendim brenda vendimit gjykatës, pra brenda vendimit për dënimin, ke një vendim tjetër që është brenda të njëjtës ditë, brenda të njëjtës sallë, që asgjëson provat në shkallë të parë. Në shkallë të parë nuk asgjësohet. Pse bëhet kjo? Sepse gjithë ky proces, po u kthyen mbrapsht do të kërkoj provën. Ku ke provën, zotëri? Dhe këta e manipulojnë procesin dhe prodhojnë një vendim gjykate që asgjëson provat në shkeljen më absurde që mund të ekzistojë. Kjo shkresë, këtu, një. Dhe vendimi gjykatës me asgjësinë e provat nuk janë gjë tjetër veçse janë indicio për të thënë që nuk kemi fare çështje në Greqi, por kemi vetëm një lëvizje të manipuluar nga linjat e Belerit. Pra kështu dhe kemi një koalicion midis Nea Demokracisë dhe Partisë Demokratike për të prodhuar këtë plot agresive ndaj një personi për të cilën në kuadër të këtyre fakteve është detyra jonë ta mbrojmë tani. Po mund të bënë institucionet e drejtësisë shqiptare pjesë e kësaj po themi montimi, po e quaj unë të tillë kështu? Nuk e besoj sepse juve me drejtë e thoni një gjë të tillë, po unë kam një pikpyetje të madhe kur shkresa e cila jep informacion mbi këto që po themi ne, është e datës se e kemi të regjistruar, po, se duhet ta mbyllim. 24/6/25, pra që në janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, prokuria e përgjithshme ka patur dokumentacionin. Përgjigjen e shtetit grek e ka patur. E bëri aktive ditën që erdhi ftesa
e president amerikan, e bëri aktikve ditën. Pra e shifni në kontekstin politik. Absolutisht, po ka kohë që prokuria jonë ka pyetje të mëdhaja në mekanizmin e vetë të reaktivizimit në çështje politike, duke u futur si pyk dhe duke prodhuar insinuata të tmerrshme politike, të cilat prodhojnë perceptime të gabuara fal manipulimeve. Dhe këtu i takon tani KLP-s që ta hetoj pse prokurori i çështjes e ka mbajtur çështjen dhe e aktivizoi në këtë ditë. Pse prokurori i çështjes kur ka njoftim të qartë që Irena Gjoka nuk është dënuar fal neni 32 të dispozitës dhe fal aplikimit të qartë prokurori dhe këtë dokument e ka këto janë dosje tash, i ka dosje prokurori. Janë pjesë e saj, qartë. Dhe këto janë çështje serioze në shtet formimi shqiptar dhe në atë që ne i quajmë drejtësi e reformuar. Dhe që kërkon saktësi deri në fund. Sepse elementë të tillë cënojnë rënd integritetin e sistemit drejtësisë dhe këta njerëz tashmë duhet të bëjnë objekt. Jo Irena Gjoka. Irena Gjoka me këtë nuk duhet kaloj fare në LKPD. Fare. Ka dhe një deklarat që thonë pse nuk ka deklaruar ndalimin në kufi. Nuk e ka patur detyrim ligjor. E po e them nuk e ka patur fare detyrim ligjor. Lere çfarë themi? Pra konsiderojnë të tjetër. Nuk është, e vetmja gjë që është pretenduar për të është mos deklarimi. Ajo s'është e dënuar. Uroj që të gjitha institucionet e drejtësisë shqiptare ta ndjekin me seriozitet dhe saktësi